A i mani men emigrantët kur ktheheshin për pushime sa të gëzum që ishin, më qa knajsie përjetoshin. Filloshin të shpërnda lege dhurata që nga polici doganës. Se ishin gëzum, ishin të lumtur se po ktheheshin vend vet. Valigjet plot, tu shpërthyzin gjiri. Tu ardh më shtëpi me 4-5 valigje djerë sa vu, ma shumë u loqin se sa u shploqin. Po kishin qef se ishin tu kthehen vend vet. Dhurata për fisin, dhurata për familjen, dhurata për vjerën e motrës gruz vllajt, se kishin qef, ishin të gëzum. Sot vje emigranti si hajdut, smeret vesh kur erdi kuriku, vetëm kur i shef na i postim në për rrjete sociale, i shkru poshtë, o kusho, pas ka arë qekem Tiron, kur të takona pimi kafe. I isha vllai, po 3 javë neta ika, po s'kisha kome të morse, se kisha lon bot pa të mor ty. Pash njonin i em dogan, me syze, shall, kapuç, mes gushtit, e në mboni për shtypje, ne i thash ati policit o gjagje thash, po këto nga ato me programet e mbrojtjes për asmëri, qa mbrojtje më thabu ato hikin e vidha si ti duj kokra i qefit, ky gjynof, emigrant. Leqe ku ka mo emigrant që vje me valigje, 70 euro për ta fut valigjen poshtë. Emigrantat me qond krahu, mundësisht gjys bosh, që kur ta fusin ka i kontrolli çantës, mos ti nxjerrin ai kile plus e të paguj. Pash njonin i ditë e fut çontën me grushta, i bite çontës si bokstier profesionist mes me pagujt 15 euro. Bir çontës bërtit gruz, bir çontës bërtit gruz. Dikur dilçim 17 veta tu i prit ke porti, se kishim qef, po vinë emigrantat, kush e di se çana kanë pru, kurse sot jo, sot vin deri ke dera shtëpis, pa uni pa bozo, as me taksi nuk vjen me autobus. Dikur vite emigranti rriten lagje gjithë ditën, vite lagja era shampo, me të knoq, era parfum, që raste gjithë lokalin, 7.000 lek kafe, 12.000 lek bakshish. Sot jo, del emigrantin lagje si ninja, rritu rujt se mos po e shef lanjoni i kërkon a i gjo. Pash i dit magun rasisht, u gëzova pa fund, i thash, o magu, kur pas ka ardh, mos bërtit, kam nja 2 javë që kam ardh, por dal vetëm mjesht herët se mos më shofi kush. Qa kemër mak i thash, qa kemër mak i thash që më qifësh, a kena i problemat një mo vllai. Jo mërë tha nuk kam asnjë lloj problemi, tha po kam shiti cop tokë, tha mu ka vu kret fisi mrapa, më kërkoj na i gjotha, unë du me pagujt kredin që ka mor shtëpinë në Itali. I thash o mak, qa thubër mak, o mak, ke shit tokë në s'na ke dhoni kafe, pja fut vrabit maku, as miru pafshim nuk tha. Dikur s'leshin qoka pa bo, deri te nona, vjerës, motrës, grus, vllajt, kurse sot jo, sot 2 orë para se me unis merr informacion, kush ka vdek, kush martohet, se po pat më shumë se 2 dasma e 2 vaki nuk niset fare, thot s'mjapi leke puna. Emigranti shkret o bosi hona, kur e shef nga larg duket bukur dhe plot dritë, po kur e shef nga afër e kupton se sa gropa ka.